A mund na shpjegoni pak rreth trupit fizik, astral dhe shkakor? Si është integruar dhe njerëzit mund mos e dinë se çfarë? Cili është ndryshimi midis të gjithave midis astralit dhe kauzalit, sidomos? Në rregull, ky është trupi yt tani, është fizik i përbërë nga elementi i tokës, prandaj është i tillë. Kur largohesh nga ky trup, i cili quhet vdekje, procesi njihet si vdekje. Ti largohesh nga ky trup, pastaj ndjen një trup tjetër. Tani, ky trup quhet trup astral. Tani, po ai trup astral është gjithashtu fizik në një farë mënyrë, sepse nëse ai mund të lëndohet, do të dijej dhimbje dhe kënaqësi në të njëjtën mënyrë siç ndjen ky trup. E drejtë. Pra, në këtë mënyrë nuk është ndryshe nga ky trup. Kaq ti. Pra, njerëzit duhet ta heqin qafe këtë ide apo jo? Ky i veçantë, që është mbështjellës i jashtëm, është disi i vetmi trup fizik. Të gjithë trupat e të gjivëve, si devave dhe të gjithë perëndive dhe gjysmë perëndive dhe gjithçka është ende trupa fizik. Me rregull, ato mund të jenë më të manovrueshme. Ato mund të jenë trupa që mund t'i shtrëndrosh në çfarë do. Mund të ndryshosh në këtë ose atë, por është prapë së prapë fizike. Ka veti të ndryshme që kanë këto trupa, por kjo nuk i bën ato më pak fizike, sepse më në fund mund të ndjesh kënaqësi dhe dhimbje. Kjo është në fundit. Por çfarë është një trut? Trupi të jep një ndjesi kënaqësie ose dhimbjeje. Ka vetëm dy gjëra që bëm. Po, Në rregull, pra të gjitha ato trupa e bëjnë këtë gjithashtu. Kështu. po a janë ato shisa më delikate? O, në kuptime më delikate. Po, por ka kënaqësi ose dhimbje apo jo? Pra po, ajo që është trupi është të përjetosh njëra nga të dyja gjërat. E drejtë? Nëse kushdo tjetër është i gatshëm për ta bërë këtë gjë, në rregull, atëherë natyrisht që edhe ato trupa do ta bëjnë këtë dhe edhe ky person këtu do ta bëjë saktësisht të njëjtën gjë. Po, çfarë është në të vërtetë trupi shkakësor? Trupi shkakësor është i mjekët, është më delikate. Po rritni hollësinë e elementeve. Tanmatrat bëhen më delikate. Elementet kanë tanmata. Panchmahabhut kanë tanmatra të cilat vazhdojnë të bëhen më delikate. Ato janë aspekte gjithnjëhe më delikate. Po, atëherë fjala shkakësore, çfarë do të përfaqësonte? Dua të them kauzalitetin karmik apo shkaqet që ke krijuar ti. Jo, shkakësore. Trupi është i njëjtë me atë që do të kishte Brahma, i cili krijon të gjithë këtë krijim. Në rregull. Shkaktar do të thotë shkakuri. Për shkak të kësaj gjërat ekzistojnë. E vërtet, është shkaku apo jo? Sikur për shkak të Brahmës, Brahmani ekziston. Pra, kjo është shkakësorja. Kjo është shkaku i Brahmanit, veza e Brahmos, Brahma e cila ekziston për shkak të Brahmës. Kështu që Brahma është shkaku. Pra, nëse ngjitesh në nivelin shkakësor, do të ngjitesh në nivelin Brahma. Pra, Ky është koncepti. Është koncepti i trupit shkakësor. ti pyet. Në rregull. Po, sigurisht që po. Dhe astrali është më shumë shpirt, dua të them, vetëm për ta bërë pak të lehtë për të kuptuar nga të gjithë. Astrali do të ishte trupi shpirtëror, diçka e tillë. Astra është fjala në sanskritisht, do të thotë armë. Tani, siç ndodh me gjitha trupat, do të kenë fuqi, si astrali do të ketë një farë fuqie, në rregull, kështu që ajo fuqi mund të përdoret si armë. Pra, ne gjithmonë dëgjojmë për të gjitha këto luftra midis asurave dhe surave, dhe devave dhe asurave. Dhe gjithë kjo po ndodh, dhe gjithë kjo në mitologjinë vedike, që ato gjëra janë aty, gjithë kjo luftë po zhvillohet. Përdorimi i astrave, ku po ndodh kjo? Kjo po ndodh tek ne, astran? Me rregull. Wow, kjo është interesante. Në rregull, po shiko si në gjën vedike, përgjigjet janë aty për çdo gjë, sepse fjala astral është një fjalë që ka dalë në mod tani, por rënja e saj e vërtetë është astra në sanskritisht. Nëse trupi yt nuk mund ta përdorësh siç duhet, asgjë në këtë botë që bën nuk është e dobishme. Sepse të është dhënë ky trup i veçantë për një arsye. Dhe kjo arsye është se ju mund të tregoni se mund ta përdorni këtë. Dhe kur të mund ta përdorësh këtë siç duhet, atëherë do të jepet qasje në nivelin tjetër të lojës, si nëse luan një lojë kompjuterike. Po, Nuk mund ta kalosh nivelin e tërë. pikërisht. Nuk mund të shkosh në nivelin e dytë apo jo? Do të vazhdosh ta bësh nivelin e parë vazhdimisht. Në rregull. Si kjo analogji ka vërtet kuptim. E dini, edhe kur ngjitemi në nivele më të larta, kjo analogji e videolojës është perfekte. Si mund të lëvizim herë? Pra, vazhdon ta kesh këtë trup vazhdimisht dhe sa herë që e keq përdor, nuk përpiqesh të mësosh se çfarë të bësh me të.
i turpëruar me këtë trup njerëzor, gjë që njerëzit bëjnë tani. Kjo është puna kryesore e njerëzve këtu në tokë të turpërohen me këtë trup, apo jo? Kjo është shumica e popullsisë. Kjo është e gjitha që bëjnë. Në rregull, ose abuzojnë ose turpërohen me të. Dhe kjo është e gjitha pushtimi. Dhe kjo është ajo që media gjithçka dhe e gjithë kjo po u tregon njerëzve. Pra njerëzit bombardohen vazhdimisht me ato që nuk duhet bëjnë me trupin. Çdo gjë në media, çdo gjë dhe gjithçka gjithmonë u tregon njerëzve si të mos jenë. Asgjë nuk i mëson si t'ishen, po. I po mëson atyre se si të mos jenë në mënyrë të rregullt, Vetëm të konsumojnë tepër dhe gjithçka. kështu që në një farë mënyrë është gjithashtu shumë e lehtë. Kur gjithçka po të mëson si të mos jesh po, atëherë duhet të dish se çfarë nuk duhet të provosh. Në rregull, çdo gjë që do t'ju vijë nga rrjedha kryesore ose nga çdo gjë tjetër, ose shoqëria ose media, ose çdo gjë që nuk do të jetë e përshtatshme për ju, që të kesh atë qartësi. Në rregull? Pra, atëherë të mësosh si t'jesh. Këtu hyn në lojë gjëja vedike dhe ajo vedike e lashtë, jo kjo gjëja e jogës moderne. Trupi i njerëzit nuk është për të vënë këmbën mbi kokë, ose për të qëndruar mbi kokë, ose për të bërë të gjitha këto esenca të ndryshme, apo jo? Në rregull, çfarë mësojnë në yoga moderne? Nuk është për këtë, sepse as ky nuk është koncept vedik. Në rregull, kjo ka ardhur në shekujt e fundit. Siç thua ti, fjalët tashmë janë shtrembruar. Nuk është yoga. Nuk ka të bëjë me vendosjen e këmbës pas kokës këtu, apo këtë këmbë pas kokës këtu. Kjo është? Jo, as pak. Trupi juaj njerëzor nuk është për këtë lloj gjimnastike. Çfarë do thotë vërtet yoga? Atëherë, Yoga do të thotë vetëm bashkim, në rregull, pra bashkim në të gjitha nivelet. forcat më të larta, si me gjëra më të larta, si pra, nëse jeni këtu poshtë dhe nëse bëni yoga me diçka këtu, atëherë kjo është yoga, sikur po lëviz lart drejt saj. Pra, kjo është një lëvizje lart, është një lëvizje lart. Pra, kjo është ajo që është yoga. Pra, gjithmonë duhet të kesh një lëvizje lart si kjo. Pra të lidhesh me vetveten tënde më të lartë në të vërtetë, gjithashtu yoga është padyshim me veten tënde. Vetja më e lartë nuk është domosdoshmërisht brenda teje. Ka shumë qenie më të larta në këtë multivers që thjesht ekzistojnë. Kështu mund të shihni se çfarë është më e larta. Nuk është domosdoshmërisht kështu. Hyni brenda dhe do të shihni pak më lart. Është një shaka për konceptin, sepse si hyn brenda. Çfarë do të thuash? Mund të rish i qetë, të mbyllësh sytë dhe të izolohesh. Thjesht të rish i qetë dhe të ulesh. Që njerëzit e bëjnë në shumë gjëra si vipassana. Në rregull, po, mirë, ata e bëjnë këtë, por çfarë dua të them? A lidhen ata me ndonjë gjë? Çfarë ndodh në të vërtetë? Si shkojnë njerëzit në kurse 7 ditore, 14 ditore, 1 muaj, jo 2 muaj? Dua të them, njerëzit po i bëjnë këto gjëra, por ky është një ushtrim qesharak. Dua të them, nuk është sipas ndonjë gjëje vedike. Askush në rishi nuk tha që të ulesh kështu. Asnjë ndër rishit nuk e tha këtë. E gjithë kjo është moderne apo jo? Këto janë eksperimente moderne që njerëzit po bëjnë. Hyr brenda, çdo të thuash me hyrje. E shkosh ku brenda? Po, ça? Si, çfarë do thotë kjo fare? Dua të them, nuk do thot asgjë. po, dua të them, duhet jetë pak praktikisht. Çfarë do thuash me shkuarje? Jam gati të hyj nëse më tregoni praktikisht si ta bëj. Në rregull, po shiko, atëherë ke nevojë për disa veprime praktike dhe të vërteta. Truki. Çdo veprim që bëni në këtë plan do të ndodh vetëm me trupin. Pra, do duhet të dini përsëri se çfarë të bëni me trupin. Nuk mund ta kalojmë atë gjë, atë kufizim të trupit, ndërsa jemi në këtë plan. Nuk mundemi. Dhe sa më shpejt njerëzit ta pranojnë këtë fakt, aq më mirë është për ta. Dhe ata ndalojnë se ikurin në botën e tyre mendore. Meditimin. Të jesh në qendër është ajo që duhet të bësh, jo të shkosh realisht brenda, sepse kjo është diçka për të cilën njerëzve mund të thuhet se çfarë të bëjnë. Po, mund ta vendosësh trupin tënd në qendër. Ke një trup, mund ta vendosësh në qendër. Po, sepse kur edhe Buda, cili do qoftë ai personazh apo jo, ai personazh tregohej gjithashtu i ulur në një postë qendrës vetëm nën pemë. Dua të them, kjo është ajo që ai po bën fizikisht apo jo? Ai është ulur në qendër në një pemë apo jo? Por është fizike, nuk është një gjë vërtet fizike. Nuk është vetëm një koncept teorik apo një koncept mendor. Është një gjë vërtet fizike, sepse gjithçka që do të bësh këtu jashtë, qoftë Buda apo kush do tjetër, do të jetë me trupin. Nuk mund t'i shpëtosh këtij fakti.
Po, dhe njerëzit duan si të thuash të largohen plotësisht nga kjo. E dini, ata duan ta përdorin trupin në çfarëdo mënyre, por në të njëjtën kohë të fitojnë iluminizëm ose të evoluojnë. Por kjo nuk do të jetë e mundur. Dua të thënë, kjo është thjesht një lloj çmendurie mendjes sate. Në rregull, në realitet nuk do të ndodh kurrë kështu. Realiteti është se do të evoluosh vetëm nëse merr kontrollin e trupit tënd. Ky është fakti i çështjes. Pra, çfarë thua? Vetdia është diçka e rëndësishme, thjesht të jesh i vetëdijshëm për momentin. Vetdia do të vi më vonë. Spari duhet ta pranosh këtë fakt. Duhet ta pranosh këtë fakt që asgjë nuk do të ndodhë derisa unë Të marr kontrollin e trupit, të merrem siç duhet me trupin tim. Në rregull, së pari, edhe vetëm ta kuptosh këtë është një gjë shumë e madhe. në rregull, po, Në rregull, pra, gjëja vedike ka të bëjë gjithmonë me realitetin. Gjithmonë të përballesh me realitetin. Kjo është gjëja vedike. Gjëja numër 1 në vedizëm është të përballesh me realitetin ashtu siç është, fillimisht. Kjo është rregulla numër 1. Dakord? Nëse nuk mund ta bësh këtë, nuk ka hapa të tjerë të mundshëm. nuk ka shpëtim në të vërtetë, sepse përndryshe do të rilindësh në rrethana më të këqija, ndoshta nëse i shpëton rrethanave të kësaj jete. Po, por ikja nga realiteti është e gjitha kjo. Gjithçka është alkool, drogë, të gjitha këto, gjithçka. Kjo botë ka të bëjë tërësisht me arratisje nga realiteti. Gjithçka është zbavitje, ka parqe, ka bla bla, gjithçka është arratisje nga realiteti, në rregull, si për shembull ku njerëzit nuk përballen me realitetin. Madje edhe filma, dhe dini thjesht duke shkuar në një botë imagjinare, jo duke qenë në botën reale. Po. Vetë televizioni, madje edhe lajnat, Po, dua të them kjo është imagjinare. Po, është, nuk ka të bëjë fare me ty. nuk e bën. Pavarësisht se çfarë thot ky person ose çfarë bën ai person dhe çfarë është ajo gjë. S'ka të bëjë fare me ty, në rregull, dhe nuk ka të bëjë fare me trupin tënd, veten tënd apo diçka të tillë. Në rregull, pra, por njerëzit nuk duan të bëjnë as edhe një lloj disipline bazë me trupin. Dhe kjo është ajo që shkollat nuk e mësojnë. Asgjë nuk e mëson. Po, nuk ka asgjë në këtë botë që e mëson këtë. Dua të them, në kohët e lashta, ende dëgjon për shkolla Shaolin në Kinë apo ku di unë, apo jo. Aty ku përpiqeshin të disiplinonin trutin, po pastaj u kthyen arte marciale që bëhen ekstreme. Në rregull, aty ku shkon përtej disiplinimit të trupit. Por pastaj fillon të kthehet në një mënyrë për të luftuar, ose e di ta përdorësh trupin atë mënyrë, pra, sakt. Por thelbi është që duhet të ketë një disiplinë bazë të trupit para se të bësh çfarëdo gjëje tjetër. Edhe ajo vjen vetëm nga gjëja vedike. Edhe koncepti Shaolin apo çfarëdo tjetër vjen vetëm nga gjëja vedike, ku fillimisht merr kontrollin e trupit. Në rregull, kjo është Edlit. Kur flik për trekëndshën e mendjes, trupit dhe shpirtit, e vetja mënyrë për ta kuptuar siç duhet atë trekëndësh është të fillosh të përqendrohesh te trupi. Sepse për të marrë kontrollin e trupit, sepse kjo është e vetmja gjë që mund të kontrollosh. Nuk mund ta kontrollosh mendjen ose shpirtin. Ju nuk keni kontroll mbi ato. Gjërla, kjo shumë mirë. Po dua të them, njerëzit mundohen të kontrollojnë mendjen, njerëzit përpiqen ta bëjnë këtë, por është e pamendur. Mendja thjesht funksionon me një shpejtësi të tillë apo jo, nuk mund ta kapësh dot. Ajo mund shkojë nga këtu atje dhe pastaj diku tjetër. Dhe ashtu siç nuk mund të kontrollosh një majmun në pemë, Po, dhe është sikur e di, ke dy ëmbëlsira përpara teje. Dhe mendja do të thotë shkohaja dhe trupi duhet ta ndaloj, sepse vetëm kështu trupi mund ta ndalojë së ngrëni, sepse mendja do të thotë se nuk ka rëndësi, thjesht shkohaje. po, E bie është në rregull, shijoja. bërë, Atëherë duhet të ndalësh, trupi duhet të ndalet, trupi duhet të ndalet dhe vetdia duhet ta ndalë trupin apo jo. Pra, vetdia duhet të ngrihet mbi mendje. Po, dhe të ndalë trupin. pra janë këta dy persona në kokë gjithmonë duke pasur këtë. Po, çështja është kush do ta marr kontrollin e trupit. E vërtet? Po, pra, Veten, dhe mendja. mendja e trupi i njerëzve janë kështu. Po, ashtu është. Në rregull, pra çfarëdo që thot mendja e bën trupi. Kë. Po kur e disiplinon trupin, atëherë mendja dhe trupi ndahen, kështu që Kjo është ajo që duhet të bëjnë. po, duhet të ndash. Në rregull. Po, pra, trupi juaj nuk bën gjën e parë që mendja juaj i thotë të bëj. Në rregull, po. Aspekti shpirtëror është ai i vetdijes. Mendja, po. E drejt. Po. Në rregull. Në rregull, pra trupi duhet të jetë në duart e vetdijes. Në rregull, por kjo është gjithashtu vetdije. Unë i flas ndërgjegjës së njerëzve vetëm nëse jam duke folur, dhe unë po e them këtë.
Kontrolli I trupit është e vetmja gjë që mund të bësh në këtë plan. Se qenjet do ta kuptojnë nëse kanë atë logjik e cila vjen vetëm nga vetdia. Ta, Në rregull, pra. po flet për vetdijen universale. Po, Në vetdije. po. Sepse mendja mund të thovë të gjitha llojet e gjërave, po, e dini, por që nuk janë realitet të vërteta në rregull dhe mendja mund të programohet. Kjo është arsyeja pse ekziston programimi mendor. Nuk do të dëgjosh kurrë për programim trupi apo programim shpirtëror. Do të dëgjosh vetëm për programim mendor. Mendja mund të programohet kështu ose ashtu. Pra, thelbi është që njerëzit duhet të dalin nga mendja e tyre dhe të pranojnë që kanë këtë trup dhe të bëjnë gjën e duhur me të. Kjo është hapi I parë. Dhe ky hap I parë vjen gjithashtu vetëm nga dituria vedike. Nuk ka asnjë fe tjetër në këtë tokë, apo ndonjë institucion tjetër, apo ndonjë shkencë apo çfarëdo tjetër që do t'u mësojë njerëzve këtë. Nuk ka asgjë në këtë tokë që do t'u mësojë njerëzve këtë.